Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. U ba'd, vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Këshill, mesazhi Ibn Kaimit rahimahullah, drejtuar njërit nga vëllezërit e tij. Kemi thënë vëllezër se ky është një vërtet një libër madhështor, shumë i dobishëm për mbledhës, që është mirë njeriu ta lexojë, ta ketë në shtëpinë e tij, t'i këshillojë të tjerët përmes këtij libri. Dhe nëse njeri vëllezër e lexon këtë libër apo i dëgjon ligjëratat ku shpjegohet ky libër edhe e kupton ashtu siç është më së miri, atëherë padyshim që ka me përjetu një lumturi edhe një kënaqësi të madhe në imanin e tij, në raportin e tij me Allahun subhanahu wa taala, edhe do në çështjen e fesë së tij. Pastaj pa ndersën e kaluam, nëse ju kujtohet kemi mbet tek 6 pika që Ibn Kaimi rahimahullah i ka përmend se nëse njeriu i realizon ato, atëherë namazi që ai e kryen ka me kanë rahati për shpirtin e tij, lumturi e zemrës tij. Ibn Kaimi rahimahullah thot për gjërave që duhet t'i kemi parasysh dhe t'i di mirë është se namazi i cili bëhet qetësi dhe rahati për shpirtin edhe zemrën e njeriut, është ajo e cilë është ai namaz i cili në vetvete i përmbledh 6 pika, 6 elemente, 6 gjëra. Dhe pra, fillimisht Ibn Kaimi kështu po na i përmbledh se janë 6. E ne vëllezër nëse ju kushtojmë vëmendje këtyre 6 pikave që i ka përmendur Ibn Kaimi rahimahullah në namazet tona. Duke ditë se namazi është një prej adhurimeve më madhështore, lidhjeve më të forta që e kemi me Allahun subhanahu wa taala, nëse i përmbahet këtyre 6 pikave, atëherë padyshim që namazi jon kur ta falim komo na qetësu. Kemi një kënaqësi të madhe, rahati të madhe. Në cekëm dersën e kaluam vëllezër se Ibn Kaimi rahimahullah ka përmend se për disa njerëz namazi është qetësi edhe rahati shpirtërore, edhe kënaqësi e madhe. Ndërsa për disa tjerë është shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Sikur një barë cilën njeriu e bart mbi supët e veta, edhe dëshiron që me e hjek sa më shpejt nga vetjave. Edhe gjendja e tij është sikur thotë të shlirohemi edhe ta heqim qafe namazin sa më shpejt. Kjo është gjendja e disa njerëzve vëllezër fatkeqësisht. Mirë po e morëm edhe ndersën e kaluam vëllezër se ai i cili e don sinqerisht edhe me vërtetësi Allahun subhanahu wa taala, i cili është i kthyer drejt Allahut subhanahu wa taala, e kryen këtë namaz, e kryen këtë obligim të Allahut subhanahu wa taala, edhe gjatë namazit ndjen kënaqësi edhe rahati të madhe, qetësi të madhe shpirtërore. E pasi që Ibn Kaimi vëllezër na i përmendi gjitha këto, na tregoj gjendjen e këtyre njerëzve se ta kënaqen në namazin e tyre, edhe kanë rahati të madhe shpirtërore në namazin e tyre, ashtu vëllezër na sjell një, me thashë në formë pyetje indirekte, se cila është ajo rruga apo cilat janë ato metoda që na duhet me i ndërmarr edhe me i vepru nëse dëshirojna me shiju edhe ne namazin ashtu siç e kanë shiju këta njerëz mirë. Pra si të arrijmë të ajo që kur ne falemi me ndje rahati dhe qetësi të madhe shpirtërore në namazin ton. E këtu vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah po na i përmend 6 pika që me lejen e Allahut subhanahu wa taala ta mundsojnë me arrit një gjë të tillë. A dhe vëllezër muslimanin, cilin Allahu subhanahu wa taala e ka nderu edhe e ka bërë prej atyre që falin namaz rregullisht. Duhet ky musliman të kushtoj vëmendje këtyre gjërave që do t'i cekim, fillimisht në aspektin teorik, pra t'i mësoj mirë, t'i kuptoj mirë, e pastaj t'i shfaq e pastaj t'i vendos në rrafshin praktik, pra t'i zbatoj në praktik, mënyrë që namazin që e falë, dhe mos me kanë, domethënë vetëm diçka që ai mezi spred do të më liru prej ti mirë, po më u kënaq namazin e vet, do të më shiju namazin e vet. Zemra edhe shpirti më rahatu edhe më qetësu kur lidhet namaz para Allahut subhanahu wa taala. Pika e parë me cilën ka filluar Ibn Kaimi rahimahullah
ka fillu me atë që është më e rëndësishmja, më madhështoria se çdo gjë tjetër. Që duhet ta kemi parasysh gjithmonë jetën tonë, jo vetëm namaz, po në çdo gjendje tonë. Ai është vëllazër l-ikhlas. Sinqeriteti. Sinqeriteti ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë që ti fillimisht me e luftu veten, edhe me e mundu veten, mu përpjek fort që namazin që ti e bon, gjitha namazet, edhe namazit prej tekbirit deri në selam, me kanë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra çështja vëllezër nuk është njeri vetëm mu fal. Nuk është çështja vetëm me agjëru. Dhe disa njerëz mendojnë që nëse falin namaz, edhe vetëm nëse agjerojnë, do në pa e kontrolu njetën që e kanë gjatë namazin, mendojnë se ju ka siguru xheneti Allahu subhanahu wa ta'ala. Duhet me pas kujdes, si po e kryen këtë namaz për Allahun subhanahu wa ta'ala. Apo e kryen vetëm për Allahun, apo mos po ka hi se dikush apo diçka tjetër në atë namaz. Dhe pra prej fillimit deri në fund duhet me kanë përkushun pej tekbirit deri në selam që namazi me kanë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, duke e kërku kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke u friksuar nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe duke shpreh dashuri kështu ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, duke e fal namazin në shenjë dashurie ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E sinqeriteti, vëllazër, është themeli i pranimit të veprave tona. Sinqeriteti është themeli dhe bazamenti i shpëtimit ton, edhe lumturisë ton këtë botë edhe në botën tjetër. Pse se veprat, vëllazër, cilat nuk ka sinqeritet ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk pranohen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti kthen Allahu mbrapsht. Nuk ti pranon. Pra vepra nëse do me kanë e tillë që cilë dobi te Allahu subhanahu wa ta'ala, me kanë e vlefshme që Allahu me e pranu dhe me të shpërbly për to, duhet me kanë e sinqert. Duhet me kanë e ngritur mbi çat themelin e ikhlas, sinqeritetin ndaj të adhuruarit pra Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasi që të Allah në Kur'an, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ata nuk janë urdhëruar me diçka tjetër, veç se të adhurojnë Allahun me adhurim sinqert. Ala lillahi ad-dinul khalis. Vini re, vetëm Allahut i përket adhurimi i sinqert. Edhe ajeti i fundit që e lexojmë gjithmonë çdo xumë në surën Al-Kahf, ajeti i fundit Allah e përmbyll këtë sure madhështore me një ajet ku thotë faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, kurdo që shpreson në takimin me Zotin e vet, le të bëj punë të mira, do të përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dhe të mos i shoqëroj askën në adhurim që ja bën Zotit vet. Po pra Allahu asnjë vepër, qoftë e madhe, qoftë e vogël, qoftë e shumë numër, qoftë e pak, nuk e pranon nëse nuk e kanë në to i sinqert. Sa kanë hadith kudsi, se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë, ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Unë jam më i vetë mjaftueshëm i cili nuk ka nevojë për ortakri. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri. Kurdo që e bën një punë, një adhurim, në cilën më shoqëron mua dhe dikon tjetër. Shkon e tash kërcënimin, do të thotë Allahu taraktuhu wa shirkahu. Unë braktisi atë edhe shirkun e tij, ortakrinë e tij. Nuk e pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ta pranon atë vepër, në cilën e ke shoqëruar dikon së bashku me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse se Allahu vëllazër e pranon vetëm atë vepër që është el-khalis. Çfarë do të thotë el-khalis? E pastër, e kulluar, e lirë, me të cilën njeriu e ka pas synim vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe askon tjetër, jo për hatër të krijesave, jo për ndonjë përfitim prej përfitimeve dunjallake, jo do thotë se filani apo fisteku po më shikon, apo pse dëshiron njeri fam, apo mu dëgju për to. Gjitha këto vëllezër janë njolla që ta njollosin veprën dhe bahen pengesë që vepra mos me të pranu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkon vëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala kur të regon për begatin
e qumshtit që na ka jep neve si njerëz, atë në surën An-Nahl, tregon se një prej mrekullive të tij është se si Allahu subhanahu wa taala na nxjerr këtë qumsht të bardh nga barqet e kafshëve shtëpiake. Allahu thot lebanan khalisan, qumsht të pastër, të lirë, të bardh, nuk vren to as një njoll gjak apo as një pikë pa pastërtie, edhe pse del prej barqeve tyne. Shkone se po e qumë dhe zërë Allahu qumshin khales, prej e ikhlas. Kështu pra duhet me kanë edhe vepra tona, vëllezër. Kështu duhet me kanë edhe vepra tona, të pastërta, të lira, të bardha, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse jemi të rrethum nga gjëra që na sfidojnë, nga gjëra që mundohen me të largu nga sinqeriteti ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga pengesa ndryshme, shpërqendrime ndryshme, joshje, epshe, dyshime, ti, domethënë ashtu siç Allahu e nxjerr atë qumsht pastër dhe të kullum nga barqet e kafshëve, ashtu ti duhet me nxjerr punët e tua që i kryjnë për Allahun subhanahu wa taala, edhe me kanë të pastërta, të lira, të kullume, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kështu duhet me kanë vëllezër veprat tona, me imposht gjitha këto sfida, me i te i kalu, edhe me luftu veten që punë tona me kanë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. E nëse vepron kështu, atëherë Allahu komë ti pranu veprat. Kur ti duan e largon çdo njoll nga çdo njoll, çdo gjë që mundet me ta njollos veprën tane që mos me kanë sinqert për Allahun subhanahu wa taala, e lufton edhe mundohesh me e largu. Si shtam qof interesat e dunjas, përfitimet, apo dëshira për modok, apo dëshira për famë, gjitha këto, i largon. Atëherë, këtë vepër, sinqert ta pranon Allahu subhanahu wa taala, për ndryshe, vëllezër vetëm mundohesh, edhe atë vepër nuk ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Kjo vëllezër na tregon se sa e rëndësishme është kjo pikë që na ka përmend këtu Ibn Kaimi rahimahullah, që me kanë sinqert namazet tona që i kryjmë për Allahun subhanahu wa taala, mirë po jo vetëm namaz, mirë po në çdo adhurim. Çdo adhurim. Se nga njëherë njeri vëllezër shikone sfidohet në njetin e tij, në sinqeritetin e tij. Nga çdo gjëra që na rrethojnë, siç tham. Edhe nga njëherë këto gjëra vëllezër na sulmojnë pa e pasti njet apo qëllim fare. Do të del për shtëpisë tane, je i përgatitur për namaz, ke marr abdes edhe nisesh për në xhami, edhe qëllimi është që ti me e kryej një obligim për obligimeve të Allahut. Me kënaqë Allahun subhanahu wa taala, edhe je i sinqert në atë vepër. Do të arrit kënaqësinë e Allahut, mirë po shkon e posa të hyn në xhami, çfarë ty të vjen, domethënë ajo syfaqësia. Edhe fillon me të njollos njeti. Pse se e sheh që dikush është ndonjë njeri, ndoshta me pozitë apo me famë, po të shikon edhe tash ti çka fillon edhe e hjeshon, edhe e zbukuron namazin ton për shkak të filanit apo tjetrit, apo një grupit njerëzve që janë duke të shiku. Shfaq për ulësi dhe koncentrim namaz, shfaq se je duke i praktiku sunetet brenda namazit, e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Se filani është duke të pa, jo se është duke të pa Allahu subhanahu wa taala. Po shkon dhe zërdoman ti, nuk ka qenë kjo njeti jotin vetveten tane që ti me kanë, jo i sinqert në këtë vepër. Mi po shikone se si të sulmojnë dhe zërë këto gjëra. Se si mundohen dhe që ka me ta largu atë njetin e pastër për Allahun subhanahu wa taala. Sa u dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja që më shumë të është friku për umetin e tij ka qenë pikërisht kjo, rria, syfaqësia. Që nuk kanë mi pas veprat sinqerta për Allahun subhanahu wa taala. Edhe është friku shumë dhe. Edhe o ka përmend takuna sahabive, mesin e cilëve ka qenë Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu radhiyallahu anhu, edhe 10 përgëzumit me xhenet. Edhe sahabi tjerë, ata që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit apo tjerë në luftën e Uhudit, që kanë sakrifiku për fenë Allahut, edhe për ju thot pejgamberi sa ose një ditë prej ditësh ka dalë, edhe i ka kalu për disa shokëve ti, se si ata kanë qenë duke bisedu për Dejjalin. Ja dim dhe që sprova e Dejjalit është sprova më e madhe prej që ka kriju Allahu njerëzimin deri në ditën e Kiametit, siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Për këtë arsye çdo profet për profetëve të Allahut ja ka tërheq popullit vet vërejtjen, edhe ja ka tërheq vërejtjen për Dejjalin. Edhe ka paralajmëruar kundër Dejjallit. Edhe fitnes ti. Edhe kur i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke biseduar për Dejjalin, ju ka thënë: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal." Ka thënë: "A doni t'ju tregoj për atë që unë frikohem për juve ma shumë se sa për sprovën e Dejjallit?" Kulna bela, sahabit ka thënë gjithsesi o i dërguari i Allahut, ka thënë e shirkul khafi, shirku i fshehtë. Çka do të thotë falsia? Shirku i fshehtë. Shkon vëllazër, nuk po e quajmë pejgamberin sa vetëm shirk, po thotë çka edhe i fshehtë. Edhe i fshehtë. On që të sulmon pa e vrejt fare. Shta ka ardhëzër në një hadith tjetër, ka thënë le shirku fikum akhfa min dabibin naml. Shirku, do të thotë është për qëllim shirku si faqësia, thotë mesin e juaj, umetin e pejgamberit sa them thotë është më i fshehtë se sa ecja e milingonës bubrecit. Shkon dhe kush është ai i cili mundet me i pa hapat se si i qet bubreci apo me i dëgju hapat e tij kur ec. Ti rrin ulur me një vend edhe një grup i madh i tyre kalojnë pranë teje apo të hipin trup edhe çfarë çka nuk i heton, nuk i vren, nuk i ndjen. Po kështu e ka krahasu pejgamberi sa sa nga shirkun që të syfaqsin karshi muslimanëve. Ma shikoni sa i fshehtë është edhe sa lehtë është me ranto. Do të thotë pra shirku depërton tek ti edhe në zemrën tane, edhe në shpirtin tonë, që kjo syfaqësia, edhe në veprat e tua, edhe ti rëmben, ti vjedh ato dhe ta largon që atë pastërtin shpirtërore, pa e vrejt ti fare, si kur të manë bubreci kurit. Sa vëllezër njeri pastaj çka befasohet, mas një kohë, nëse nuk e trajton veten, nuk i rrin gati vetë, befasohet kur e sheh se si syfaqësia ka dëpërtu shumë edhe ja ka dëmtu veprat. Edhe vren se nuk po mundet ma me pas vetën kontroll. Edhe veprat e veta, do të çka po i heshon edhe po i bën për tjerë, për sytë e tyre edhe për famë. Pra ju kanë largu prej veprave që e pastërtia, dlirja, do të thotë bardhësia shpirtërore që e krahasum atje me qumshin që duhet me pas dhe besimtarin veprat e veta me cilat e synon afrimin të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ju ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ka sqaruar se çka është kjo. Ka thënë an yaquma ar-rajulu yusalli. Kjo është kur njeri të çohet me fal namaz, thot fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Edhe fillon me hieshu namazin për shkak se e sheh se të tjerë janë duke e shikuar. Kjo është vetëm një shembull që na ka sjellë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po shembujt janë shumë. Nuk është çështja vetëm në namaz, mirë po edhe në adhurime tjera. Po dëshiron me tërheq drejt vetvetes shikimin e njerëzve, vëmendjen e njerëzve, dëshiron famë, dëshiron pozitë, dëshiron përfitime të dunjas, atëherë fillon çka? Me hieshu, domethënë ato jo për hir të Allahu subhanahu wa taala, mirë po për shkak të njerëzve. Për shembull, hyn në një vend, apo në xhami, apo ku do shoft ku janë disa njerëz devotshëm, edhe realisht ai njeri kur nuk i ka falë ndoshta sunetet apo nuk i praktikon sunetet namazin e tij. Edhe fillon me i praktiku. Pse apo i bën për hir të Allahut subhanahu wa taala në këtë rast jo vëllazër. Pse se e din se ata janë duke shikuar nëse nuk i bën ndoshta çka e çortojnë. Apo ndoshta është njeri që namazin e fal kështu shkel e shko. Don ka mangësi edhe defekte të mëdha namazin e vet, mirë po kur qëndron, apo kur është afër dikujt çka paraqitet para tij se është duke u fal mirë në rregull, domethënë çka me për ulje, me qetësi, me gjitha ato që janë brenda namazit, shkon edhe pra çka i eviton këto defekte, këto probleme që ai ka namaz, jo për hir të Allahu subhanahu wa taala, mirë po për hir të njerëzve. Pas bukurana e plotson namazin për hir të tjetër kujt. Ta shkon edhe namazi, siç thamë që është lidhja më e fortë mes njerit dhe mes Allahut, që ti do të me hieshu me zbukuru për hir të Allahut, që mu afru te Allahu, po bëhet ta shkak që ti më të largu më shumë ti prej Allahut subhanahu wa taala. Pse se ti po e bën për hir të njerëzve, po hieshon po zbukuron për hir të njerëzve, jo për hir të Allahut subhanahu wa taala. E çka të sjell dobi vëllezër njeriu? Krijesë dobt, që është sikur ti han, pin, flan, lodhet.
pse do të thot me vepru për hir ti e jo për hir të krijuesit ti, subhanahu wa taala. Çfarë dobi e cil ai? Çka mundet ai me ta rrit, domethënë pozitën tane apo me ta mangësu pozitën tane te Allahu subhanahu wa taala, kur çdo gjë është në dorë të Allahut. Allahu e ngrit këndon, e ul këndon. Në dorë ti është jeta, vdekja, rreziku, çdo gjë. Pse njeri me ul vëzër veten këtë formë? Qysh ka mundësi njeriu me hum fenë e tij, me prish adhurimin e tij, me zhvlerësu shpërblimin që e pret te Allahu subhanahu wa taala, duke pas hatër tjetër kon përveç Allahu subhanahu wa taala. Krijes dobë të cila nuk mund të më sjell kur fal dobije te Allahu subhanahu wa taala. E çështja e sinqeritetit vëllazër është shumë e rrezikshme. E dini hadithin, shkon vëllazër, sinqeriteti është aq i rëndësishëm vepra tona, saqë një vepër e cila është shumë e vogël, për shkak sinqeritetit mundet më rrit shumë te Allahu subhanahu wa taala, edhe madje me tu fal edhe gjunahet e mëdha për shkak të tij. Në anën tjetër, Allahu na rujt mos sinqeritetin vepra, veprat më të mëdha te Allahu subhanahu wa taala, siç janë kërkimi i dijes, leximi i Kuranit, sadaka, ndihmesa ndaj tjerëve, lufta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe sakrifica e vetes edhe pasurisë për hir të Allahut, gjitha këto vëllezër ti shndron në pluhur e hi nëse nuk i sinqeritet. Ç'ka është sinqeriteti? E dini hadithin e mirënjohur, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë me tre grupe njerëzish do të ndizet zjarri në ditën e Kiametit, Allahu na ruaj. Shkon me musliman vëllezër. Jo do thot me mushrik. Shpati sa djetarve këta kanë me hy, dhe më dhënë xhehenem para mushrik. Edhe ka përmend për jamësa në kushin këto tri kategorit njerëzën. Ka thani pari i cili ka lexu Kur'an, dhe më dhënë ka mësu dijen fetare. Ka mësu dijen fetare. Mirë po, nuk e ka ba sinqerisht për hir të Allahu subhanahu wa taala. E ka ba që njerëzit tjerë me i thanë filani djetar, filani lexuesi i Kur'anit, filani kështu, filani ashtu. Me e lavdru njerëzit. Edhe Allahu dhe më dhanë e sjell këtë njeri dhe e pyet. Edhe ai gënjen, thëto Allah thotë kam mësu dijen për hir tanën, edhe kam shpërnda për hir tanën. Edhe Allah i thotë këdhe porrën, thotë e ke mësu, thotë që njerëzit me thanë filani dietar, filani kështu, filani i ditën. Wa qad qil, shikoni vëllezër. Wa qad qil, edhe të kanë thanë, thotë Allahu në dunja kështu. Të kanë thanë. E ke arrit që ata që e ke pas për qëllim. Mirë po qa është përfundimi, thëtë thumme umira bih, pastaj jep Allahu urdhër, fesuhibe ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, edhe e ngrehin zhag me fytyrë për tokë derisa ta hodhin zjarrin e xhehenemit Allahut. Shkon edhe përfundimin. Po ashtu ka përmend këta pejgamberi edhe për sadakën, ai që ju ka ndihmuar njerëzve jo për hir të Allahut, edhe e ka përmend ai që ka luftuar, shikon edhe, ka luftuar edhe është vrarë. Mirë po nuk e ka ba për hir të Allahut, mirë po e ka ba që njerëzit tjerë me i thanë luftar, trim me kështu me radhë. Atë gjithëve ju ka thanë Allahu, ju thotë wa qad qil, ty të kanë thanë dietar, ty të kanë thanë njeri dorlir, i gjymërt, ty të kanë thanë njeri luftar, trim. Edhe shpesh ta kanë thanë, ta kanë përsërit ta në dunja. Mirë po shikone, apo sjell dobi vëllezër që kjo lavdata a njerëzve diçka që të kanë bën dunja te Allahu subhanahu wa taala, kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, jo. Shkon në përfundimin e mos sinqeritetit Allahu na. Zjarri i xhehenemit. Për shkak se e ke shoqëruar dikon së bashku me Allahun subhanahu wa taala. Pra Allahu nuk ta pranon punën e pasinqert. Vetëm atë që është e kulluar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Në anën tjetër shkon. Çështja e jetit sinqert për hir të Allahut. E dini Jusufi alayhis salam se si Allahu e ka shpëtuar nga zinaja, immoraliteti për shkak sinqeritetit të tij. Edhe pse gjitha shkaqet kanë qenë rreth tij që ai merran zina. Mirpo Allah thot kedhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha. Kështu kemi vepruar me Jusufin në mënyrë që të largojmë prej tij punën e dytë dhe të keqe edhe punën imorale. Innahu min ibadina al-mukhlasin, në një qirat tjetër mukhlisin, sepse ai ka qenë nga robërit tanë sinqert. Shkon në vlerën e sinqeritetit, Allahu po trujka edhe për i punëve të dyta të pamoralshme, për shkak sinqeritetit ton.
Allah thot inna ibadi laysa laka alehim sultani, drejtohet iblisit i thot ti nuk ke kurfar pushteti mbi robrit e mi. Sinqert është fjala. Ngjarja tjetër vëllazër, ngjarja e asaj femrës imorale që ka qenë tek popujt paraneshin, e ka tregu pejgamberi sa për më marr mësim se si ka qenë duke ecë rrugës, edhe është kaplu nga etja e madhe, edhe ka zbrit me një bunar me pi ujë, edhe uji ka qenë atje krejt në fund. Kur ka dalë ka pa duke u sill rreth bunarit një qen, cili edhe atë ka kaplu etja e madhe, edhe ka zbrit, edhe ka mbush kpucën e saj, edhe ka kap me gojë, me dhëmbë e saj, edhe është ngrit lart, edhe i ka dhanë me pi ujë. Mirë po shkon e ka ba vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala këtë vepër, vetëm për hir të Allahut. Nuk ka pas afër aty njerëz tjerë, nuk ka pas më dikush që e sheh dhe lavdron për këtë vepër. Ju ka dhimbta ajo krijesa Allah, dhe ka pas sinqerisht për Allahun, thot pejgamberi sa Allahu ja ka pranuar atë vepër dhe ja ka fal gjitha gjunat. Shkon me një vepër të sinqert vëllazër. Me një vepër shikon vlerën e sinqeritetit, se si një vepër të vogël e shndron kaq të madhe. Mirë po, veprat madhështore që i morëm të ato 3 kategoritë njerëzve, për veprave më madhështore që ekzistojnë në Islam, po i shndroi kam pluhun e him ose sinqeriteti, Allahu na. Shkon se pejgamberi sa po përmend cilësinë më të keqe që mundet më përmend të një grua, që është zinaja, Allahu na. Immoraliteti. Edhe po përmend krijesën, domthonë dihet një prej krijesave që Islami dihet çfarë gjykimi ka për ta qenë. Mirë po, kjo vepër e saj, që ka pas sinqerisht për Allahun, si thot Ibn Taymije, thot në atë moment ajo në zemrën e saj ka pas as sinqeritet madh për Allahun, saqë është bërë shkak që Allahu më ia fal gjitha gjunat. Andaj vëllezër, na duhet me marr mësim nga këto këshilla, edhe me ditë se kur varrosemi vëllezër, kur të na mbulon dheu, kur të him varret tona, asnjë vepër vëllezër nuk ka më na numëruar si vepër e mirë, apo në regjistrin e veprave të mira, me përjashtim të veprave që i kemi bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse veprat tona kanë qenë shumëta, edhe nëse veprat tona kanë qenë gjatë cilave na jemi mundu shumë, jemi lodh, jemi raskapit, kurrë nuk ja sjell dobi nëse nuk kemi qenë sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk e kanë sinqert, dije se kanë me të kthyr mbrapsht. Kjo do na tregon për çështjen e sinqeritetit në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Tham sinqeriteti është sikur themeli i ndërtesës mbi të cilën qëndron ndërtesa, sikur rrënjët e pemës mbi të cilat qëndron pema. Pra ashtu siç ndërtesa vëllezër nuk mundet me qëndru pa themel, pa bazament, ashtu siç pema nuk mundet me qëndru pa rrënjë, çështu vepra vëllezër nuk mundet me qëndru, nuk është e vlefshme, nuk mundet me kanë dobishme nëse nuk është e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Sa transmeton Buhariu nga Alqam ibn Waqas al-Laythi rahimahullah, që ka qenë prej ulemave të tabiinëve, thot sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakhutubu, thot e kam dëgjuar Umar ibn Khattabin duke u lexuar njerëzve duke thënë sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ya ayyuhan nas, o njerëz, innamal a'malu bin-niyyah, veprat janë sipas niyetit. Një version innamal a'malu bin-niyat, do thot veprat vëllezër janë të vlefshme sipas niyetit, mbas niyetit që e ki. Jo vetëm me anën tane sipërfaqësore që e kryen. Ana sipërfaqësore e ka po mënyra se si e kryen veprën, do thot nëse e kryen sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është një prej kushteve të pranimit të veprës. Mirë po nëse e kryen sipas sunetit pejgamberit, nuk lën mangu kur gjë. Mirë po veprën nuk e ki sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, ajo vepër nuk pranohet. Nuk pranohet. Apo e kryen sinqerisht, mirë po nuk bën to bidate. Bën bidate, nuk e bën sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prapa ajo vepër nuk pranohet. Pa cilën vepër po pranoj ka Allahu vetëm atë e cila është e sinqertë, e kullume, e pastër për Allahun në brendsinë tane, në zemrën tane, e synon vetëm Allahun, edhe është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thot Allah është ai i cili e ka kriju jetën edhe vdekjen edhe jetën. Për çfarë arsye? Thot për t'ju sprovuar juve se cili prej juve është më vepër mirë.
Nuk ka thënë me vepër shumë vëllezër, ka thënë me vepër mirë. Çka është me vepër mirë? Na kanë sqaruar këto brezat e parë të Islamit, ka thënë akhlasuhu wa aswabuhu. Kush për juve po bën vepra më të sinqerta, edhe që janë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Po thotë pejgamberi dhe çdo njeriu i përket ajo që e ka pas njet. Çfarë do që ke pas njet, çajo të përket ty. Por më na tregu me këtë fjalë se po do më na tregu pejgamberi sa që synimet e njerëzve, qëllimet, njetet e njerëzve kur e kryejnë punë janë ndryshme, janë të lloj-llojshme. Dikush vepron për hir të Allahut subhanahu wa taala, dikush punon për hir të vetes tij, famës, dëshirave, përfitimeve, secilit i takon ajo që e ka pas njet. E ke pas njet për hir të Allahut subhanahu wa taala, të pret shpërblim të Allahut dhe veprat pranohet. Ke pas njet diçka tjetër, këtë botë ndoshta merr diçka mirë, po në ahiret kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala, të pret zjarri. Nëse nuk je pendu për asaj vepre. Qallë Buhariu rahimahullah veprën e tij Sahih Buhari pikrisht e ka fillu vëzër e ka hap me këtë hadith. Innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen apo janë vlefshme sipas qëllimeve. E po ashtu edhe shumë dietar të tjerë vëzër libra të tyre i kanë hap me këtë hadith. Nuk kanë bërë hyrje diçka, vetëm këtë hadith e ka sjell. Për më na tregu rëndësinë që e ka vëzër. Shabës transmetohet nga Imam Shafiu rahimahullah se ka thënë se ky hadith vepra vlerësohen sipas qëllimit, hyn thot në 70 dyrë prej dyrëve të fikut. Arabët kur thonë 70, qëllimi vëllezër shumë. Do thot sinqeriteti vëllezër, për sinqeritet ki nevojë në çdo dyrë apo mesele prej meseleve të fikut. Namaz, në zakat, në xharim, në haxh. Në çdo punë që ti e kryen si adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, do të ki nevojë për sinqeritetin tonë. Që më bë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu transmetohet nga Imam Shafiu, e po ashtu nga shumë dietar tjerë, si Imam Ahmed dhe të tjerë kanë thënë se feja islame sillet rreth 3 haditheve. Hadithi i parë, hadithi ky i Omerit, innamal a'malu binniyat. Hadithi i dytë, hadithi i Aishës radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kur do që e bën një punë e cila nuk bëhet sipas fesë tonë, çështjes tonë, thotë pejgamberi, fa huwa rad, ajo i kthehet mbrapsht. Pra nuk e pason sunetin. Po ashtu hadithi e Nu'man ibn Bashirit radhiyallahu anhuma, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halali dhe harami janë qartë, wa bainahuma mushtabihat, apo umurun mushtabihat. Mes tyre, mes halalit dhe haramit ka gjëra dyshimta. Rreth shtynë 3 haditheve dhe po thonë dietar sillet krejt feja islame. Qysh ashtu? Na dim vëllezër se feja islame përbëhet nga urdhrat që na duhet me i kry, përbëhet nga ndalesat që na duhet mu largu për tyre me i braktis, edhe nga largimi nga gjërat e dyshimta. E këta na asharoj kush hadithin Nu'man ibn Bashirit, halali dhe harami janë qartë, mes tyre ka gjërat dyshimta. E krejt to nuk mundën mu plotësu dhe nuk mundesh me i kry që shdohet, përveç nëse e pason në anën tane tjashtme me gjymtyrët e tua sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa e ndjek rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. E këto na sqaron hadithi i Aishës që mor. Pastaj as kjo nuk sjell dobi, siç tham, nëse në anën tane të brendshme nuk i bën këto për hir të Allahut subhanahu wa taala. E këto na sqaron hadithi i Omerit, innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas njetit. Stavëzër, duhet i rrim gati vetës tonë, duhet i rrim gati njetëve tona me shiku se punë që po i kryjmë, kryje tyre që është namazi edhe adhurime tjera, apo i bëjmë për Allahun subhanahu wa taala. Ku i kemi ato defektit, ku i kemi ato njollat? Sa Sufjan e Thauri vëllezër rahimahullah, po ashtu dhe shumë për brezave të parë të Islamit, ne kanë transmetuar këtë fjalë, ka thënë ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Kur s'kam trajtu diçka, nuk e marr me diçka më të rëndë për veten time se sa njeti. Për më na tregu se njeti është diçka që ti vazhdimisht duhet me luftu, se vazhdimisht mundohet diçka me ta njollos njetin ton. Edhe shumë lehtë që vepra jote do më njollos mos me kanë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ti je në luftë vazhdueshme me veten tënde derisa vjen vdekja. Allah thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin ton derisa të vi bindja. Për qëllim është vdekja.
Adhuroj do thotë çka me sinqeritet. Për të arsye vëllezër, për kjo na tregon rëndësinë pse Ibn Kaimi rahimahullah e ka sjell pikërisht vëllezër pikën e parë, që nëse ti dëshiron me shiju namazin ton, e ka sjell pikën e parë që ka sinqeriteti. Ka thënë el mashhadu al awwal al ikhlas. Ikhlas, sinqeriteti. Pastaj na ka sqaruar, na ka shpjeguar, ka thënë kur ajo që ty të nxit, edhe të shtyn përpara, edhe të rreth që ti mu fal, çka është? Thot dëshira jote për shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala, dashuria ndaj Allahu subhanahu wa taala, kërkimi i kënaqësisë të Allahu subhanahu wa taala, që me kanë sa më afër Allahu subhanahu wa taala, me fitu dashurinë e Allahu subhanahu wa taala edhe me zbatu urdhrin e tij. Po çdo gjëna duhet me kanë që ty të nxisin me fal namaz. Mënyrë thotë që pastaj vazhdon që mos me kanë ajo që të nxit ndonjë interes prej interesave dunjas asesi. Përkundrazi thotë fal namazin për hir, duke kërku fytyrën e Allahu subhanahu wa taala sinqerisht për Allahun, duke e dashur Allahun subhanahu wa taala, duke u frikuar prej Allahu subhanahu wa taala prej dënimit të tij, edhe duke shpresuar në faljen edhe shpërblimin e tij subhanahu wa taala. Shkon se këtu Ibn Kaimi po na përmend tash 3 elemente, 3 gjëra të rëndësishme që dietarët i quajnë arkanu ta'abbud al-qalbiyya, shtyllat e adhurimit të zemrës, shtyllat e adhurimit të zemrës. Ndërsa disa dietarë tjerë i quajnë muharrikatul qulub, ato gjëra që e vëjnë zemrën në lëvizje. Do thotë çka? Ato janë që ta bëjnë zemrën tënde që me lëviz drejt sinqeritetit, drejt seriozitetit, këmbguljes, në adhurimet e tua, kur ti i kthehesh Allahu subhanahu wa taala. Çto janë 3 gjëra? Me dashur Allahun, me shpresuar mëshirën e Allahut, edhe më tut nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. E kur këto 3 gjëra vëllazër bahen bashk sinqerisht, edhe me vërtetësi në zemrën e njeriut, nuk ka mundësi që ti me veprën e tane me synu dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Nëse ndodh që ti në adhurimin ton anon ka dikush tjetër nga Allahu subhanahu wa taala, dëshiron famë, dëshiron syfaqësi, atëherë dije se kjo të ka ardhur si rezultat se ki mangësi në njërin prej shtyre të trijave apo në trijën bashkë. Dashurinë, shpresën edhe frikën. Dhe këto janë 3 themele që duhet me kanë prezente në zemrën e secilit prej neve. Dhe secilin adhurim me e ngrit mbi këto 3 themele. Pse falesh? Falem se e du Allahun, shpresojnë shpërblimin e Allahut edhe tutna prej dënimit të Allahut. Pse agjeron? Përgjigja njëjtë. Pse kryen haxhin? Përgjigja njëjtë. Pse jep zakat? Përgjigja njëjtë. Për çdo adhurim vëllazër, çdo bindje me cilën ti synon mu afru te Allahu subhanahu wa taala, do të me kanë e ngritën me këto 3 themel. E 3-at këto vëllazër, Allahu subhanahu wa taala na i ka bë bashkë në surën më madhështore të Kur'anit, që është sura Al-Fatiha, që ne e lexojmë, e kemi obligim me lexuar çdo rekat namaz. Mirë po, kur përfitojmë, kur ti e lexon surën Al-Fatiha me reflektim, me koncentrim, me meditim, duke i sjellë ndërmend këto kuptime madhështore. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çdo lavdrim dhe falënderim i përket Allahut Zotit të botëve, Ar-Rahmanir Rahim, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Shkon dhe kur ta lexosh ajetin e parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, po lavdron, po falënderon Allahun, çka të nxit, çka të lviz zemrën kjo. Allahu vëllazër lavdrohet për shkak të emrave, cilësive, veprave të tij të përkryera dhe absolute. Allahu lavdrohet, falënderohet për shkak të begative të tij të shumta. Çka nxit kjo në zemrën tënde kur ti e lexon këtë ajet? Dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për nimetet e shumta që ai ti ka dhënë. Si dhe se është, thonë Allahu i përsosuri, i përkryer. Kur ta lexosh Ar-Rahmanir Rahim, çfarë sjell ndërmend vëzër kjo? Çfarë duhet me ndje? Se mëshira Allahu subhanahu wa taala përfshin çdo gjë. Wa rahmati wasi'at kull shay. Mëshira ime përfshin çdo gjë. Çka të nxit kjo, çka të bën me të lviz zemra jote kur ta lexosh këtë ajet? Shpreson mëshirën e Allahut subhanahu wa taala.
Pastaj Maliki Yawmiddin, tu tash përmendet dita e gjykimit, sunduesit, poseduesit ditës së gjykimit. Kjo të nxit në zemër dhe s'ka frikë. Tregon se ka marrë dita kur ti ki me dal për Allahu subhanahu wa taala, ki me dhënë llogari për punë që ai ke bërë. Andaj të bën mu tutë, mu friksu për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj përmes tyre 3 gjërave që shikoni, në ajetin e parë që u përmend dashuria, në ajetin e dytë shpresa, në ajetin e tretë frika, iyyaka na'budu. Përmes tyre 3 gjërave Allah, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, vetëm ty të veçojmë me adhurim. Pra të veçojmë vetëm ty o Allah me dashuri, për cilën aludon ajeti i parë, të veçojmë vetëm ty o Allah me shpresë, për cilën aludon ajeti i dytë Ar-Rahman Ar-Rahim, edhe me frikë, për cilën aludon ajeti i tretë Maliki Yawmiddin. Shkon edhe se si Allahu subhanahu wa taala në këtë sure e ka përmend adhurimin, e ka përmend sinqeritetin ndaj Allahu subhanahu wa taala, mirë po vetëm pasi se çka i ka vu themelet e adhurimit, që ishin dashuria, shpresa edhe frika. Andaj pastaj po thot Allah iyyaka na'budu, vetëm ty o Allah të adhurojmë, do thot të veçojmë me adhurim. Andaj vëllezër, pra kur këto 3 gjëra, këto 3 elemente bëhen bashkë në zemrën e muslimanit, ai ka me kanë i sinqert me lejen e Allahut, i vërtet në punët e tij, ka me kanë i sinqert me Allahun, ka me kanë njeri serioz, ka me kanë njeri që përpiqet shumë në bindje, ka me kanë njeri që i shtohen veprat e mira që afrojnë te Allahu subhanahu. Mirë po varësisht se sa dobësohen vëllezër këto shtylla në zemrën tane, po aq kimë pas defekte në adhurimet e tua në raport me Allahun, sinqeritetin tonë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Mbledh edhe të fund ta përmbyllim këtë ders me përmendjen e një pyetje që shtrohet tash natyrshëm vetvetiu, cilat janë ato gjëra që ty të ndihmojnë që ti me kanë i sinqert ndaj Allahu subhanahu wa taala, me realizu sinqeritetin në jetën tënde, në punët e tua. Çështja e parë vëllazër është që ti me e ditë se si musliman apo si njeri, zemra jote është në dorë të Allahu subhanahu wa taala. Edhe ti pa Allahun je kërkush i hiç. Do thot, nuk mundesh me kanë rrugën e drejtë, nuk mundesh me kanë i qëndrueshëm, nuk mundesh me kanë i pastër në punët e tua, i sinqert, i mirë, nëse përveç nëse Allahu t'jep sukses, përveç nëse Allahu çka të ndihmon. Pse se zemra vëllezër ndryshon shumë. Në hevrejnë brenda ditës vëllezër se si imani i njerit rritet edhe zvoglohet, brenda pak çasteve, brenda pak sekondave, minutave. Sa vëllezër në hadith ku tregon pejgamberi sa që zemrat janë mes dy gishtave të Allahut dhe Allahu rrotullon si don. Andaj na duhet vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala që më na i forcu zemrat tona në fenë e tij. E një prej lutjeve më të shpeshta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë: Ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala din. O Allah, o ti që i ndryshon zemrat e njerëzve, përforcoje zemrën time në fenë tane. Do thotë se nëse Allahu nuk të forcon vëllazër, është e kotë. Është e kotë. Çdo gjë është në dorë të Allahu subhanahu wa taala, andaj këmbgul edhe kërkoje prej Allahu subhanahu wa taala. Pra prej lutjeve, po ashtu pejgamberi sa dhe ka thënë Allahumma ati nafsi taqwaha, o Allah, jepja vetës time devotshmërinë e saj, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, edhe pastroje atë, sepse ti je më i miri që e pastron atë. Anta waliyuha wa maulaha, ti o Allah je ai që je kujdestari i saj, ai që kujdesesh për to, pa kuptime ngjashme me këtë. Pra zër, pra çështja e parë është që ti më kthy te Allahu subhanahu wa taala, me këngun lutje drejtuar Allahu subhanahu wa taala që Allahu me ta pastru zemrën, me ta lirë zemrën, me ta bëj që ti me zemrën tënde me punët e tua mos më dëshiru dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Si shoqë dhe prej Omerit radhiyallahu anhu që e ka lut Allahun edhe ka thënë: o Allah, bëj të gjitha veprat e mia të sinqerta për ty, edhe mos lejo që dikush tjetër përveç teje me pas hisën to. Çështja e dytë vëllezër që më lexu sa më shumë me mësu për fenë e Allahu subhanahu wa taala. Me lexu ajetet, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cilat na urdhërojnë që na me kanë sinqert në veprat tona. Ajete hadithet që flasin për vlerën e sinqeritetit. Ajete hadithe, siç e morëm edhe në këtë ders, disa prej tyre që tregojnë se sa rrezikshme për njerin është ai kur tregohet jo i sinqert në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Apo ka mangësi në adhurimin, në sinqeritetin e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala.
Lexoj këto, merr mësim, pasurohu me dije, se dija vëllezër çka është dritë që ta ndriçon rrugën. Andaj kur ti lexosh gjitha këto, ti kuptojsh mirë, ta kuptojsh mirë vlerën e sinqeritetit. Po çfarë mirësie ka sinqeriteti në jetën tënde, se si lumturia jote në këtë botë, në botën tjetër që ka ndërlidhur ngushtë me sinqeritetin ndaj Allahut. Lexon se sa i rrezikshëm është mos sinqeriteti, syfaqësia. Atëherë kjo me lejen e Allahut ka më bash shkak që ti më treguj sinqert, edhe më kushtu vëmendje çka sinqeriteti. Çështja e tretë vëllazër, mu shoqëru me njerëz të mirë, me njerëz devotshëm, tek cilët shihen shenjat e sinqeritetit të vërtetësisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mu largun nga shoqëria e keqe. Allahu në Kur'an thot: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Detyroje veten, duro që të rrish me ata njerëz që e lusin Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën e tij pra sinqerisht. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Edhe mos u largo prej tyre duke i dëshiruar bukuritë, jeshit, solitë e jetës së bote. Pashtu dhe pejgamberi sa na ka thënë: "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu është në fenë e shokut vet, andaj le të shikon mirë secili prej jush se kon po e merr për shok. Kon po e merr për shok. Shikon mirë me kon po shoqërohesh. Kush është ai në cilin ti po kalon kohën? Zgjidhi ata shokë që ndihmojnë, që ti me kanë i bindur, i sinqert, i vërtet në raportet e tua me Allahun subhanahu wa taala, edhe afër Allahut subhanahu wa taala. Dhe na po ndalemi këtu mjaft person, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobimat që dëgjojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë që i tham të jenë argument për neve, jo kundër nesh në ditën e Kiametit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.